Pse ende edhe pas 36 vjetësh pavarësi, ekzistojnë emra rrugësh nga koha e ish Jugosllavisë. Kjo ishte pyetja deputetit Halis Nopçe nga Fronti Evropian në seancën e pyetjeve të deputetëve, i cili tha se në shumë komuna ende vazhdojnë të ekzistojnë dhe të glorifikohen emra nga sistemi jugosllav. Ai e pyeti kryeministrin nëse planifikohen masa për emërtimin e këtyre rrugëve dhe disa objekteve me rëndësi shoqërore. Unë sa e di, në qytetin tim, rruga qendrore kryesore që kalon në qytet, që e lidh qendrën me pjesën e bulevardit kryesor, ende quhet GNA. Dhe kemi ashtu raste ende. Prandaj pyetja ime është, zoti kryeministër, a ka qeveria një strategji ose plan konkret për dejugoslavizimin, pra edhe një herë, dejugoslavizimin e hapësirës publike, përkatësisht për rishikimin e emërtimeve të rrugëve, institucioneve dhe objekteve publike që ende mbajnë emra dhe simbole të trashëguara nga ish sistemi jugosllav. Kryeministri Mickoski u përgjigj se ai angazhohet për emërtimin e hapësirave publike në përputhje me realitetin e sotëm. Nuk jam jugonostalgjik dhe nuk kam ndërmend të jem jugonostalgjik, por si qeveri jemi të fokusuar në shumë probleme të tjera më të rëndësishme, tha Mickoski, duke shtuar se për këtë çështje do gjendet zgjidhje. Imаме разговарано со нашите коалициони партнери за оние улици кои што се без број, односно немаат број, кои што немаат име или па бројка, да добијат имиња кои што на луѓе, на личности или случувања во минатото, кои што ја одразуваат многу вековната борба на македонскиот народ и на граѓаните во Македонија за независна Македонија, и истовремено ќе го представуваат и мултиетничкиот карактер во одредени општини каде што тој мултиетнички карактер е реалност. Ndryshe për nesër në Tetov, nga dega e BDI-s së këtij qyteti, është planifikuar një marsh protestues nga sheshi Iliria lidhur me emrat e rrugëve.